U rikthyem në studio dashur për të vazhduar tutje bisedën me mysafiren tonë të sotshme, Agnesa Alia, e cila është presidentja lokale e Asociacionit të Studentëve të Mjekësisë në Tetop, dhe vjen për të biseduar, siç e ka dhe më herët, për një temë shumë të rëndësishme, veprimin ndaj shëndetit të gruas. Përshëndetje Agnesa, shumë kënaqësi të të kem në studio sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është shumë kënaqësi. Atëherë do flasim, siç unë kam sekur dhe më herët, e keni mbajtur një event me datë 28 maj, e cila është dita ndërkombëtare e veprimit për shëndetin e gruas, nëse nuk gaboj. Po, saktësisht. Atëherë ne si organizat e kemi një plan programi cili hartohet prej Federatës Internacionale të Studentëve të Mjekësisë dhe ka për qëllim me i vu në pa tematikat të cilat shënohen me ditë të veçanta, me aktivitete, prej të cilave edhe ne inspirohemi për me i realizu këto aktivitete ndërgjithësuese dhe këtë 28 maj ishte një aktivitet i shënuar në mënyrë të panelit të diskutimit për ndërgjegjësimin e shëndetit të gruas. Është një event që mbahet vit për vit, apo menduat se ky vit dëshiron diçka më ndryshe? Faktikisht kampanja e këtij viti ishte educate her well-being and you're educating your future. Dhe më thënë investimin në mirëqenjen e gruas, dhe më thënë edhe fuqizimi një të ardhmeja. Mundohemi ta mbajmë vit për vit, mirë po çështja teknike e realizimit të saj, atëherë mundohemi që të jetë sa më efikase, kështu që ashtu si e shohim të rëndësishme dhe si na ofrohen mundësi. Tregojmë pak më në detaje se si u mbajt eventi, kë kishim të ftuar, pse u zgjodhën pikërisht këto profesione, se kishim të ftuar në panel diskutimi, dhe pak më në detaje se si u zhvilluar gjithë eventi. Atëherë, ky event u mbajt në kuadër të Komitetit për ndërgjegjësimin e shëndetit reproduktiv, e udhëhequr nga Sara Begu, më thënë, e udhëheq komitetin dhe ishte faktikisht ideatorja. Ndërsa të ftuar në panelin e diskutimit ishin doktoresha Rezarta Elezi, endokrinologe, pastaj psikologja Sabrije Tefiku dhe gazetare Aliridona Vejseli. Pse u përzgjodhen këto paneliste? Pikërisht tematika qartësohet edhe goditet më mirë kur merren parasysh disa aspekte, jo vetëm ai mjekësor, kështu që një qasje ndaj kësaj teme mjaft të ndjeshme nga këndi edhe mjekësor, edhe psikologjik, edhe social, mediatik, mendoj që e vuri më në pa edhe e dha një kornizë më të pastër në raport me vetë temën, ndërsa për të ftuarat, të cilat na kanë nderuar me prezencën e tyre, kemi pasur bashkëpunime edhe të mëhershme dhe në kuadër të organizatës, aktiviteteve jo qeveritare dhe vokalizimit të tyre, po ashtu edhe pjesëmarrjes në çështje të tilla i ka bërë ato ideale për të folur për këtë kauzë. Ishte i hapur eventi, ishte i hapur për gjithë që dëshiron me një pjesë, apo si funksionon? Po, teknikisht Asociacioni i Studentëve të Mjekësisë për bazë të parë ka komunitetin e mjekësisë, pasi është i organizuar në baza vullnetare dhe kjo është vetëm njëri prej komiteteve tona funksionale. Paralelisht me të ekziston komiteti për shëndet publik, për edukim mjekësor, për të drejta njerëzore dhe paqe, dhe këto në harmoni duke u munduar të shënojmë të datat dhe këto eventet e rëndësishme. Kjo ishte një prej tyre, kështu që u munduam të realizojmë sa më mirë dhe diskutimi ishte i hapur edhe për të gjithë të tjerë të interesuar. Interes pati mjaft, kryesisht nga audienca femër, ndoshta për një edukim, për të rritur edukimi mbi këto tematika, ose diçka e tillë, mirë po në fond rezultati ishte frutënca. U prek vetëm kjo tema, apo u ndërlidh ndoshta edhe me tema tjera, me tematika të tjera? Faktikisht moderimin të cilin e ka bërë Sara ishte i planifikuar që të prekën këto temat më të ndjeshme dhe probleme më aktuale. Mirë po kam pasur të drejtë të jetë më interaktive dhe të kenë qasje të gjithë për të pyetur për çfarë do që ju ka interesuar në kuadër të diskutimit. Kishte reagime, ishte nxitës, le të themi, diskutimi, debati, pyetjet? Realisht po, për shkak që janë tema të cilat shumë shpesh anashkalohen ose shumë shpesh nuk e marrin vëmendjen e duhur.
të kushtuar nga normat sociale, nga vetë audienca. Përkundër, studentët e fakultetit të mjekësisë qëndrojnë pak më të informuar dhe të ndërgjegjshëm për nga natyra e profesionit, mirë po vetëdijsimi i masës është një prej thirrjeve tona të cilën e realizojmë si studentë nesër si mjek. Pse mendojnë që ndodh kjo, se jemi pak të vetëdijshëm në përgjithësi që nuk e flasim mjaftueshëm, nuk kemi mjaftueshëm të vetëdijsuar mbi këto tema, pse? Mendoj që figura e femrës tradicionalisht ka qenë më jo e qasshme në mundësi dhe në tematika dhe në debate në raport me gjininë mashkullore, dhe kjo ka rezultuar që shumica e këtyre tematikave të fitojnë një stigmë edhe të bëhen tabu, të cilat realisht efektet e tyre i përjetojmë çdo ditë dhe mos informimi rezulton në kujdes të vonë dhe kujdesi i vonë edhe rrezikon jetën në rastin më të keq të mundshëm. Ashtu. Nga përvoja jote deri më tanishme, qoftë personale, qoftë dhe ajo profesionale, cilat janë problemet që më së shpeshti neglizhohen në shëndetin e grave? Duke u bazuar në vetë definicionin e shëndetit, një mirëqenie e plot fizike dhe mentale, jo vetëm një mungesë smundjes, atëherë sa i përket shëndetit fizik, janë më të prirura për nga ndryshimet hormonale, e dim që veprojnë në cikël mujor dhe jo ditor, dhe kjo i bën ato më të ndjeshme në raport me normën sociale të koordinimit dhe organizimit të jetës, dhe kjo rezulton në probabilitet më të lartë dhe statistikat të cilat janë shumë të shprehura për kaprekja e sëmundjeve autoimune, si dhe faktorëve të tjerë, ndërsa prej më të shpeshtave janë, edhim, karcinoma e gjirit, pastaj karcinoma e qafës e mitrës, dhe të tjera vizoret policistike, endometriozat, të cilat shpesh janë edhe të misdiagnostifikuara, po ashtu studimet në këto fusha ende janë në procese e sipër, dhe duke ditur që këto për nga ana fizike e vështirësojnë jetën e femrave. Në anën tjetër po aq e rëndësishëm edhe çësia psikologjike dhe stresi, po ashtu sëmundjet mentale të cilat janë më të rrezikshme në raport me shfaqjen dhe më të shprehura te gjinia femër. Kështu vokalizimi i tyre dhe thyerja e stigmës, mendoj që norma sociale ka arrit me i kushtu femrat që të jenë vetëm mohuese deri në pikën ku kushtohet edhe mirëqenia e tyre, e vendosja e mirëqenies është ajo që ne synojmë, dhe mirëqenia e shëndetit dhe shëndeti si e drejtë të jetë e qasshme për të gjithë. Mund ta quajmë shqetësues nivelin se sa të vëdijshëm jemi mbi këto tema, mbi këto rreziqe? Faktikisht po, për faktin që masat parandaluese nuk janë edhe të promovuara ose kemi mungesë të mjeteve me anë të cilave mund të arrim audiencën për të edukuar, pastaj edukimi si nivel i përgjithshëm kolektiv dhe qasja e të rinjëve sidomos në këto informata, neglizhimi tyre si tema, bën që të krijohet një ignorancë në raport me to, dhe kjo pastaj të rezultojë me problematika dhe paraqitja e tyre në klinik ose në autoritete kur vetë shumë vonë për të intervenuar. Siç e thatë vetë, më herët në rastin më të keq, do të thënë dhe humbja e jetës. Patjetër. Përmendë shëndetin mental. E dim përgjithësi që vetë se qëndron gjithmonë ka ekzistuar një stigmë rreth shëndetit mendor në përgjithësi, kur jemi tek shëndeti i gruas, qëndron në njëjta situatë? Mund të themi jemi ndoshta flasim pak më shumë mbi atë fizik se sa atë mental prapse prap? Po, patjetër, vetë si komponente veçantë është inkuadruar vonë dhe duhet të jetë diçka alarmante për të marrë seriozisht, që është për fat të keq, ndërsa komponenta psikologjike patjetër që është shumë e rëndësishme, e sidomos në raport me femrat të cilat stabiliteti i tyre emocional është më i luhatshëm në raport me rrethonat sociale dhe një mirëqenie psiqike, do të thënë edhe një mirëqenie fizike, këto dyja shkojnë në harmoni, ndërsa gratë janë të norma sociale i ka bërë të jenë shumë kërkuese dhe shumë njëkohësisht shumë persona
varen prej tyre, nëse mund ta them në këtë mënyrë, dhe shumë role, do të thënë, nuk është diçka që fillon si një orë punë në ora 9 deri në ora 4, është diçka që është 24 orë dhe me kohën arrin të bëhet konsumuese deri në pikë të burnout. Se e ceke që shumica audiencës kanë qenë femra, apo në event, gjithsesi kemi pasur besoj edhe pjesëmarrës meshkuj. Aty këtu. Dhe më thonë, nuk është se kemi një numër të kënaqshëm, e cila besoj që të mos vijem deri në burnout, siç e quan, apo le të themi një lodhje, një dalje nga sistemi ashtu ose diçka, duhet mbështetje nga të dyja palët, edhe një kuptim i tërësishëm i gjendjes nga të dyja palët po ashtu. Patjetër, për fat të keq, kurikulumi ynë e bën obligative brenda fakultetit të mjekësisë, kështu që sa i përket komunitetit të mjekësisë duhet të jenë të informuar. Po si mas kolektive mendoj që ende ekziston ajo stigma e cila normalisht duhet kohë për me u thy, edhe vetmja armë me të cilën e luftojmë është informimi, edhe me hapa të vegjël tash mendoj që është bërë një ndryshim në raport me 20 vite, 30 vite përpara, me avancimin e teknologjisë, me internetin, me metodat bashkohore, informimi është më real dhe më në kohë dhe arrin të thyhen shumë stigmat të cilat kanë ekzistuar më herët. E di në shumë aspekte, në shumë gjëra mendoj, jo vetëm për këtë temë, një ditë ndërkombëtare nuk është se është e nevojshme, gjithsesi qëndron si një simbolik. Nuk është mendoj e mjaftueshme, gjithsesi qëndron si simbolik. Çfarë mund të bëjmë ose gjatë ditëve të tjera që të rrisim të dijen mbi këtë temë? Faktikisht ne si organizatë vullnetare mundohemi që jo vetëm me këtë temë, po në raport me të gjitha temat që prekin shëndetin, si brenda komunitetit të mjekësisë, ashtu edhe jashtë saj, të japim një kontribut sadopak në informimin dhe vetdijen e përgjithshme kolektive mbi këto informata. Mendoj që përfshirja e tyre në plan programe shkollore ka dhënë efekt, mirë po esenca jonë është të ngrisim një çështje, të ngrisim debat dhe pastaj ajo të rezultojë në diskutime dhe në ngritje të pyetjeve dhe në përgjigje të pyetjeve të tilla, sepse kur ka interes, thash informimi është vetëm armë kundër ignorancës. Kishim në event, siç e thekë edhe vet, dëgjuam në shumë aspekte, në shumë këndvështrime, u bisedua, domethënë, kjo temë, rëndësia e veprimit ndaj shëndetit për gruan. Më thuaj pak më në detaje se çfarë u diskutua aty, ndoshta diçka që të ka ngelur në mendje, diçka që e cilëson si shumë e rëndësishme të dihet, apo diçka ndoshta që u pyet nga dikush, apo ndonjë shembull që u dha nga ndonjëra nga panelistët. Atëherë qasja ndaj kësaj tematike në formë multidisciplinare, më dëgjoj edhe kurreshtje pasi ishte një luhatje ndaj temave, ndaj interesave, duke filluar prej asaj fizike ku prej më të rëndësishmeve janë sëmundjet si endometrioza apo vezore policistike, të cilat din të sjellin mjaft e lashe dhe janë shumë shpesh të diagnostifikuara me vështirësi ose vonë, të cilat dhimbja atyre pranohet si normale. Pastaj edhe qasja psikologjike në raport me faktorët stresor të jashtëm, në raport me mënyrën e bashkëveprimit me to dhe në arritjen e vendosjes së kufive të shëndetshëm në raport me faktorët emocional të cilën ndikojnë një arritje e balancimit, si dhe për fund qasja mediatike dhe vokalizimi i çështjeve, i këtyre çështjeve shumë të rëndësishme, me hapësirën e duhur mediatike dhe me vënien e paht të tyre si tema për të ngritur edhe vetdijen, edhe informimin, edhe diskutim, edhe të gjithashtu një goditje shumë anshme, ndërsa prej temave ishin më shumë se si mund të veprojmë të përmirësojmë dhe si mund të veprojmë në ndërgjegjësim, si mund të veprojmë në fuqizim dhe si mund të veprojmë në arritje të një efekti të shëndetit dhe informimit mbi shëndetin kolektiv në raport me këto çështje, prevenimin e tyre, intervenimin hershëm dhe në kohë, pastaj kërkimin për ndihmë kur është nevoja dhe raportimin e situatave dhe e padrejtësive dhe e problematikave të cilat mund të na qasen në raport me jetën e përditshme dhe të gjitha sfidat që ballafaqohen me to si gra. Cilat thuaj janë poshllëqet më të mëdha në sistemin shëndetësor kur bëhet fjalë për kujdesin ndaj grave? Dhe sa hasim në mbështetje?
Në raport me sistemin shëndetësor dhe shëndetjen e grave, mendoj se është diçka, një boshllëk, një gap botërore, jo vetëm tek ne, por padyshim më theksuar tek ne. Kjo për arsye që duke filluar prej studimeve të cilat nuk merrën bazë shumë ndoshta objekti famër. Si që cekë edhe më herët, që akoma po studiohen gjërat, po zbulohen ndoshta gjërat që ne quajmë normale, po nuk janë. Patjetër, pastaj niveli ose pragu i tolerancës së dhimbjes, e cila mendoj është normalizu atë shumë të femra, se që një dhimbje mund të jetë marrë mënsëp, ajo e përjeton si normale, pasi është i ambientuar në formë të tillë që në anën tjetër nëse të njëjtën të ndjenin mashkujt, atëherë do të ishte shpallje ndonjë lufte ose diçka e tillë. Por mendoj fillimisht ndërgjegjësimi dhe edukimi e pastaj promovimi i metodave preventive, siç janë pap testi, kontrollat e vazhdueshme mamografike, pastaj bisedat me psikologun ose me rrethin e afërt, dhe mbështetja e një komuniteti të krijimi dhe mbështetja e një komuniteti me të cilët mund të ballafaqohesh me çfarëdo stresi, sfide të cilën mund të kesh, dhe mbështetja mediatike në raport kur gjërat marrin kohje ose kur nuk je duke u pajisur me një shërbim shëndetësor e cila është e drejtë njerëzore. Atëherë arritja e këtyre si faktor, mendoj mund të angushtoj këtë boshllëkun, mirë po boshllëk që ekzistojnë si në seriozitetin e dhimbjeve, si në pritje, në diagnoza, në teste, të cilat mendoj është aspekt në të cilin duhet të punohet dhe të arrihet një cilësi më efikase në targetimin e problemeve dhe në trajtimin e tyre. Kemi ndonjë grup moshë të themi të informuar më mirë në krahasim me të tjerat, qëndron ndonjë grup moshë e grave ndoshta e informuar, e vetëdijsuar më mirë, më qëndrueshëm se sa grup mosha të tjera? Mendoj që viteve të fundit me ndikimin e rrjeteve sociale, me ndikimin e internetit dhe qasjes në burime më të sakta dhe më të sigurta, si dhe thyerja e këtyre tabuve, ka ndikuar që grup moshat e reja të jenë sa do pak më të informuara se sa grup mosha më të vjetra, po ashtu këtu ndikojnë shkolla e edukimit, pastaj rrethona sociale, qasja në këto informacione e të tjera, mirë po si grup mosha kisha thënë grup mosha të reja janë më të informuara. Me që përmendëm edhe mbështetjen, folëm për mbështetjen tek gratë në përgjithësi, por dua të di pak për mbështetjen, le të themi tek ju, tek të rinjtë, të studentët që organizoni këto aktivitete, sa hasni në mbështetje dhe në suport në përgjithësi që të na ngrisni vetëdije neve si popull. Atëherë mendoj që çdo student mjekësie e ka një impuls të cilin do ta transmetoj te audienca, te vetë popullata, e që është mirëqenia e tyre, është një prej arsyeve pse, ndoshta arsyeja kryesore pse zgjedhën mjekësinë, dhe është shumë përmbushse në ato se je duke kontribuar, je duke dhënë diçka, po ashtu krijimi një ambienti të rahatshëm në të cilin mund të kenë qasje studentët dhe edhe të informohen mirë, po edhe të krijojnë lidhje mes vete dhe të organizohen për të kontribuar një kauze më të madhe. Është mjaft përmbushse në vete si e tillë, por organizimi dhe gjithë mbarvajtja është të ranë në baza vullnetare, qoftë brenda organizatës, qoftë me organizata të tjera vullnetare jo qeveritare. Sa antar kemi gjithsej në organizatë? Dikund parafërsisht 140-150 aty. Të shpërndarë në komitetet të cilat i përmenda. Do me thënë në edukim mjekësor, në shëndet publik, shëndet reproduktiv dhe të drejta njerëzore dhe paqe. Besoj aktivitete keni mjaftueshëm gjatë gjithë vitit? Po, aktivitetet mundohemi t'i koordinojmë në hapësirat kohore ku nuk jemi shumë të ngarkuar me provime, ose në hapësirat kohore të pushimeve në të cilat nuk kanë edhe shumë interes. Ashtu duam t'i koordinojmë sa më mirë që t'i jetë koha e përshtatshme që sa më shumë njerëz, sa më shumë student të përfitojnë prej kontributit ton dhe ka rezultuar t'i jetë mjaft e suksesshme për vite me radhë. Planifikoni të organizoni edhe aktivitetet të tjera me këtë temë ose diçka në lidhje me shëndetin e gruas gjatë muajve në vim?
Tashmë jemi në fund, në fillim të muajit qershor, kemi pauzën verore, por do të rikthehemi prej tetorit e tutje. Patjetër kemi një komitet të veçantë i cili merret pikërisht me këto çështje. Kemi bërë projekte të ndryshme si shëndeti dhe rëndësia e kujdesit ginekologjik, e llojet e aborteve ose tipet qasjen shëndetin të përgjithshëm të gruas, varësisht prej ditave të cilat jemi munduar të shënojmë interesit të studentëve të cilit jemi në vazhdimisht me një feedback se çka ata shohin më të nevojshme të informohen dhe si mund të gjejmë një rrugë të përbashkët që të gjithë të përfitojmë. Kështu që patjetër që po. Si mund përfshim thua ti studentë, se përmendëm studentët e mjekësisë po se po, por dhe student le të themi të fushave të tjera, apo dhe njerëz punëtor ose qoftë thjesht vullnetar që duan le të themi të bëhen pjesë aktiviteteve apo të rrisin vetëdijen tek populli në përgjithësi. Atëherë, sa i përket antarësimit, fatkeqësisht momentalisht është të kufizuar vetëm për studentët e mjekësisë, pasi aq kemi kapacitete, sidoqoftë pjesëmarrja në aktivitete nëse kemi hapësirë është gjithmonë e hapur për kudo që ka interes. Në rrjetet tona jemi vazhdimisht duke i postuar dhe duke bërë thirrje për aplikim dhe për pjesëmarrje dhe janë mëse të mirë se ardhur kushdo që ka interes, vetëm mjafton me u paraqit paraprakisht dhe vullneti i mirë dhe vullneti human padyshim është mëse i mirë se ardhur dhe mëse i vlerësuar. Dua të di pak më shumë mbi ty, le të themi Agnes, se çfarë shtyu personalisht të angazhohesh me asociacionin, por dhe po ashtu çfarë do thotë për ty personalisht të angazhohesh në kauza që mbrojnë shëndetin e grave? Atëherë, unë jam antare aktive që 5 vite. Në kryesi kam udhëhequr komitetin lokal për edukim mjekësor për 2 vite dhe tani aktualisht jam në pozitën e presidentës lokale. Shtysa ishte shumë e natyrshme dhe shumë për një thirrje humane, ku mendoj që qasja mbi ato informacione është një formë e luksit dhe arritja e aplikimit të tij është pikërisht prej qëllimeve të mjekësisë, kështu që sadopak që mundem të jap për popullatën dhe për komunitetin, më bën të ndihem shumë e vetëpërmbushur, edhe patjetër arritjen e një qëllimi, një mirëqenie shëndetësore, ndërsa jam kyçur ashtu duke i parë thirrjet për aktivitete, duke më ngjallur një kurreshtje, pastaj duke e parë veten që jam duke u investuar dhe po më pëlqen, e kam shtyr veten që të merrem pak më shumë, edhe mendoj që është prej vendimeve më të mira që kam bërë në jetën time studentore, duke konsideruar që koha kemi perceptime mbi të që është e kufizuar mirë, po ka kohë edhe ndikon edhe në produktivitetin, në arritjen e formimit të relacioneve me student, me personel shëndetësor dhe me profesionistë të lëmive të prej të cilëve ke shumë çka të mësosh, që është një ambient shumë i mirë për të qenë. Kurse fakti që angazhohesh në kauza për mbrojtjen e shëndetit të grave, çfarë do të thotë më personalisht për ty? Personalisht për mua, shëndeti i grave dhe shëndeti i njerëzve përgjithsisht është prej parimeve dhe prej gjëra më të rëndësishme për mua, është arsyeja pse kam nisur mjekësinë fillimisht, ndërsa duke qenë pikërisht vetë e gjinisë femër dhe duke qenë motër e 4 motrave e një familje shumë të madhe me shumë gra të fantastike, të cilat kanë përballuar shumë sfida dhe ja kanë dalë, është inspiruese dhe më bën borxhlike që të jem më informuar, që të jap kujdesin më të mirë të mundshëm për to dhe për secilin grua të shoqërisë, të jem e qasshme, të jem njerëzore, të jem e aftë dhe të jem në gjendje të praktikoj atë dije që e di, dhe kjo mendoj duhet të jetë parim i secilës femër në mjekësi, por pse jo edhe i secilit mjek. Do vazhdosh të jesh aktive, të mundosh të jesh pjesë e aktiviteteve, të rrisësh vetëdijen qoftë për shëndetin e gruas apo cili ndo lloj shëndeti, edhe kur zëjesh me në studime apo pjesë e asociacionit? Padyshim që po për nga dëshira, nuk mund të them me siguri për nga koha, po çdo herë me qëllimin që me idenë që kur ekziston një qëllim, i gjendet edhe rruga, kështu që mendoj që po për faktin që është shumë njerëzore, është shumë përmbushse dhe është
shpirtërisht e shëndetshme, mbi të gjitha arritja e një efekti në mas dhe ndryshimi qofte dhe i vetëm një jetë e bën krejt rrugën të javlej. Po të javlej. Përmendëm më herët që sidoqoftë si grup mosha më të reja jemi ndoshta më të informuar nga rrjetet sociale, interneti. Sidoqoftë besoj dhe shumë informata të gabuara apo informata të rreme po ashtu na serviren. Qëndron e njëjta edhe tek shëndeti i gruas? Patjetër që po, e duke mendoj njerëzit qëllim keq, duke shfrytzuar si faktor ndikimin emocional ose propagandat e ndryshme, arrin të to dhe arrin të krijojnë dezinformata, mirë po evaluimi dhe testimi po ashtu edhe konfirmimi i informatave që i merë, është i rëndësisë shumë të madhe dhe mendoj që jep diferencën, pasi që shumë prej burimeve dhe shumë prej rrjeteve e kanë kushtuar vërtetësinë dhe po merrem aktivisht me të për të punuar në vërtetësinë e informatave që i merrem, do të ndëshkohen ata që japin dezinformata, mirë po burimet mjekësore të cilat janë shumë shpesh edhe të cituara, janë rruga jonë të cilën e zgjedhëm dhe e luftojmë stigmën dhe propagandën. Është kjo po ashtu ndoshta një lloj këshille apo çfarë mund t'i themi të gjithëve që po na ndjekin në mënyrë që të bëjnë diferencën mes atyre informatave të rreme dhe ndoshta atyre që ja vlen të shikojnë, të lexojnë dhe të mirën parasysh? Patjetër që po, unë mendoj që mendja njerëzore është shumë e afër me arrit me marr burime prej disa me marr informacione prej disa burimeve, me arrit me i krahasu, me i testu, edhe me u bind vetë pse kjo është mënyra e duhur dhe mbi të gjitha intuita njerëzore e me theks të veçantë intuita femërore në raport me trupin e vetë, mendoj që është indikatori më i saktë në raport me shëndetin dhe në raport me çdo gjë që ndjem, pavarësisht sistemit, pavarësisht normave sociale dhe pavarësisht personelit mjekësor apo të ndryshëm. Si mund të bashkohen të interesuarit në nismat e ardhshme të asociacionit? E caktuam, e përmendëm që është antarësimi të paktën është vetëm për studentët e mjekësisë, por gjithsesi zakonisht eventet janë të hapura apo jo për të gjithë ata që duan të jenë pjesë e eventeve? Për ata që duan të jenë pjesë e eventeve, mjafton të na ndjekin në rrjetet tona sociale, të cilat janë më mesate tova, dhe aty informohen në kohë reale dhe me aktivitetet, me thirrjet dhe mjafton të kontaktojnë aty apo mjafton të paraqiten dhe pastaj ne udhëzojmë se me këtë duhet të komunikojnë dhe si do të jetë rrjedha e ngjarjeve. Mundohemi të jemi sa më bashkëpunues, me të vërtetë është një ekip që punon shumë dhe si ekip ja kemi dalë të koordinohemi mirë dhe të realizojmë projekte të cilat kanë interes nga ana e studentëve dhe nga ana e popullatës, po edhe vëmendje detajiste ndaj nga ana jonë. Agnes, si një femër, si presidentja lokale e asociacionit, si një mjekë e ardhshme, studenti e mjekësisë tashmë që 6 vite, shumë antare, shumë aktiviteteve, pjesëmarrëse, çfarë do ishte mesazhi që do i jepje një vajze apo një femër, një gruaje që po na ndjek? Pyetje shumë e mirë. Atëherë, mesazhi që do të jetë të transmetoja është që edukimi është armë dhe çësia në edukim nuk ka qenë asnjëherë më e lehtë. Edukimi i çfarëdo forme është prap edukim, po sidomos në raport me shëndetin është ajo që përmirëson cilësinë e jetës, ndërsa mesazhi tjetër që doja të jepja është të dëgjosh intuitën dhe trupin tënd, e cila është më sakta dhe më efikasja në atë se çka mund të jetë gabim ose me atë çka mund të jetë e drejtë dhe luftimi për të drejtën tënde në çështjen shëndetësore, si në çfarëdo kauze, çfarëdo debati, luftimi për të drejtën dhe për atë që beson se është e duhura. Unë falenderoj shumë që gjete kohën dhe mundësinë tjerë sot me ne, vërtet një temë shumë e rëndësishme për t'u ndjekur dhe diskutuar. Shpresoj që kushdo që na ka shikuar sadopak e ka marrë për bazë, ndoshta hyn në hulumton apo dhe vetisohen sadopak. Falenderoj shumë dhe një herë dashur dhe uroj të ritakoni sërish. Faleminderit shumë.